Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Publikohen fotot nga varrimi. Egli me lot në sy përqafon Gjestin. Në fshatin Bllagaj të Pejës u mbajt sot ceremonia martore e 15-vjeçarit Eldion Kelmendi, vëllai të reperit të njohur Gjesti, i cili humbi tragjikisht jetën në një aksident me motor. Ceremonia u zhvillua në orën 17 dhe të pranishëm ishin familjarët, miqtë e ngushtë, por edhe shumë fytyra publike nga skena shqiptare, duke treguar solidaritet dhe ngushëllim për familjen në këtë moment të dhimbshëm. Mes të pranishmëve ishte Egli Tako, këngëtarja gjithashtu Dafina Zeqiri, Ylli Limani, të cilët u bashkuan për t'i dhënë mbështetjen Gjestit dhe familjes Kelmendi, gjithashtu dhe shumë artistë të tjerë. Të gjithë respektuan heshtjen dhe seriozitetin e ngjarjes, duke nderuar kujtimin e të ndjerit dhe duke treguar solidaritet me familjen. Është publikuar dhe një video nga varrimi ku shihet Gjesti duke u përballur me dhimbjen dhe duke mos mundur të mbajë lotët gjatë ceremonisë. Momenti prekës tregoi lidhjen e veçantë mes vëllezërve dhe rëndësinë e mbështetjes së miqve dhe komunitetit për familjen në këtë situatë. Humbja e hershme e një jete të re ka tronditur jo vetëm për publikun, por edhe komunitetin artistik shqiptar, i cili ka reaguar me mesazhe ngushëllimi dhe mbështetje për reperin dhe familjen e tij. Ceremonia u mbyll me një thirrje për kujtesë dhe respekt, duke treguar se kujtimi i Eldionit do të jetojë përmes dashurisë dhe përkrahjes së tyre që e rrethuan gjatë jetës.